I shpallur në kërkim si bashkëpunëtor në plagosin e Brian Syzos në Pogradec. Policia ka vënë në pranga vëllana e autorit të dyshuar, Edison Agollin. Plagosja ndodhi më 30 qershor në lagje nr. 3 të Pogradecit, ku Nikola Agolli, vëllai i tij Edison Agolli, Meart Berberi dhe David Prifti, i zon prit 35 vjeçarit dhe e qelluan me armë zjarri. Ngjarje e dyshuar për hakmarrje, pasi vëllai i 35 vjeçarit plagosi me thik në një berberhane Nikola Agolli në vitin 2025. Ndaj 22 vjeçarit Edison Agolli rëndon akuza e vrasjes me paramendime kryer për hakmarrje e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim. Njëkohësisht, krahas bashkëpunimit për plagosjen, arrestimi i Agollit lidhet edhe me vendosjen e kamerës së sigurisë në afërsi të burgut të Drenovës për të vëzhguar Brian Syzon, teksa shkonte për të takuar të vëllain që vuan dënimin për plagosjen e Nikola Agollit. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije për News 24 se veç Edison Agollit në pranga është vënë edhe i plagosuri Brian Syzo, pasi gjykata e apelit ka lënë në fuqi një vendim të shkallës së parë të gjykatës së Pogradecit në vitin 2023 për prodhim dhe shitje narkotikësh, ku 35 vjeçari do të vuajë dënimin me 3 vite e 4 muaj burgim.